Agrofest, lloj aktiviteti organizuar këtë Etik nga Zava për Shkodër, aktiviteti në mbyllje të vitit shkollor organizoi në ambient të shkollës në vjeçare dëshmorët e Prishtinës dhe ishin të përfshirë 30 shkolla. Vetë drejtoria e Zava për Shkodër Brisela Kadia u ndal tek qëllimi i këtij aktiviteti. Zyra vendore arsimore ka ardhur me një organizim ndryshe të aktiviteteve që zhvillohen në institucionet tona arsimore. E kemi quajtur Agrofest. Janë të përfshira 30 shkolla, qofshin shkolla qendra komunitare dhe shkolla të programit Art dhe Zeje, por edhe shkolla që nuk janë komponent pjesë e asnjërit nga këto dy komponent. Sot shkollat kanë ekspozuar të gjitha atë çka bëhet në institucionet tona arsimore në kuadër të këtyre programeve të shkollave të hapura për komunitetin nga njëra anë, po nga ana tjetër edhe në kuadër të programeve jashtë procesit mësimor, siç janë edhe Art dhe Zeje që ne kemi në institucionet tona arsimore. Aktualisht ju keni parë të ekspozuar qoftë punime me piktura, qoftë bimë të ndryshme që shkollat kanë ekspozuar dhe që janë pjesë e tokës në shkollë, që është edhe një program i ri që tashmë ne vazhdojmë dhe zbatojmë në të gjitha institucionet arsimore ku kanë hapësira për të patur tokën në shkollë në mënyrë që të njihen me natyrën, me bimësinë. Pra, paralelisht ne zhvillojmë edhe festival shkence, po njëkohësisht kemi edhe lidhje në ngushtë me artin, traditën, kulturën, bujqësinë. Dhe kjo është ajo që ka përfshin edukimin në institucionet tona arsimore, gjithë përfshirja të gjithë programeve të ndryshme. Është shumë e rëndësishme që kemi mbi 30 shkolla të përfshira dhe që do thotë që ka një shtrirje më të gjerë dhe një përfaqësim më të gjerë se vetëm shkollat Art dhe Zeje ose qendra komunitare. Pra që jo të gjitha jo vetëm shkolla qendra komunitare ose Art dhe Zeje kanë diçka për të ekspozuar, kanë të gjitha shkollat diçka për të ekspozuar në atë çka bëjnë punë gjatë gjithë vitit nxënësit, mësuesit me mbështetjen edhe të komunitetit.